Një ngjarje e rëndë ka trondittur sot komunitetin në zonën Mezgit Bernic, ku një aksident me biçikletë ka rezultuar me fatalitet. Viktima është Erjon Bidyqi, 15 vjeç, i cili ndaroi jetë si pasojë e lëndimeve të rënda trupore të pësuara gjatë aksidentit. Burimet tona konfirmojnë se Erjoni ishte i përfshirë në një incident me biçikletë dhe ishte parë nga dëshmitarët okular i gjakosur në kokë dhe pa vetdije, çka çoi dyshimet për lëndimet e rënda që rrezikojnë jetën. Fatkeqësisht, pavarësisht përpjekjeve për ndihmën mjekësore, ai nuk arriti të mbijetojë. Detaje mbi mënyrën e saktë se si ndodhi aksidenti ende nuk janë konfirmuar nga autoritetet, ndërsa hetimet janë duke vazhduar.